E vendosur në zemër të Alpeve shqiptare, Maja e Hekurave në Tropoj është një nga destinacionet më mbreslënëse për dashamirësit e turizmit malor dhe ato të aventurës, por edhe nga më sfidueset. E mbuluar nga dëbora këtë janar, Maja e Hekurave ka një pamje spektakolare duke ofruar një përvojë unike për alpinistët, por edhe për adhuruesit e malëve që shohin pamjet e përcjella prej tyre. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga Maja e Hekurave ku kanë kapur majën një grup alpinistësh e ku njeriu nuk mund të mos mendojë se si ja ka dalë deri atje lart. Flamuri shqiptar nuk mund të mungonte as në Majën e Hekurave, si për çdo arritje tjetër ku simboli kombëtar tregon krenarinë. Maja e Hekurave ndodhet në Alpet shqiptare në rrethin e Tropojës me lartësi 2561 metra dhe shtrihet në lartësinë e Luginës së Valbonës. Cirqet e shumta akullnajore që shtrihen gati në të gjitha anët i kanë dhënë majës një formë të mprejtë piramidale. Zona përreth ruan ende natyrën e paprekur, biodiversitetin e pasur dhe traditat karakteristike të Tropojës. Vizitorët kanë mundësi të kombinojnë aventurën alpine me ecje me shtigje malore, eksplorim të faunës e florës dhe njohje me kulturën dhe traditën shqiptare.